Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor proceduan një 18 vjeçar banues në fshatin Kuq dhe një 61 vjeçar banues në Meselim pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Ndërkohë u referuan materialet në prokurori pasi një ditë më parë në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Lezhë, një 28 vjeçar duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj është përfshirë në një aksident me automjete të tjera, të drejtuara nga një 43 vjeçar dhe 58 vjeçar. Nga aksidenti mbeti i dëmtuar 43 vjeçari me inicialet MC. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Shkodrës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi për një 69 vjeçare, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me OSHE në banesën e saj u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë. Po specialistët e krimeve në Komisariatin e Shkodrës referuan materialet në prokurori pasi një 22 vjeçare ka kallëzuar se shqetësohet nëpërmjet celularit nga një numër i panjohur. Në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve nisën procedim penal për një shtetas pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Për të gjitha këto raste, materialet ju referuan prokurorisë për veprimet mëtejshme.